mirën profet me Muhammedin alayhi salam. Lusë Allahun e madhëruar na japi prej mirësive të tij, na fali gjunahet, na largoj prej nesh çdo gjë të keqe, çdo smundje, dhe lusim Allahun e madhëruar që të dalim nga kjo situatë të fituar dhe jo të humbur. Në radhë të parë dua të falenderoj të gjithë vëllezërit të cilët hoqën një pjesë të kohës të tyre me dëgjuar diçka, dhe lusë Allahun e madhëruar që të përfitojmë të gjithë. Gjithashtu falenderoj organizatorët të cilët u përpoqën dhe u bën sebeb për këtë takim. Për mua është herë e parë, për këtë arsye dhe ndoshta një pjesë juaj nuk më njohin. Po lusim Allahun e madhëruar që ta bëj të kemi vllazëri, dashuri për njëri tjetrin në këtë botë dhe të na bashkojë në botën tjetër në mirësi. Të nderuar vëllezër dhe besimtar, ajo që doja të flisja sot ka të bëj rreth kohës. Pra, sa rëndësi ka koha në jetën e muslimanit dhe si duhet sillet muslimani. Dhe akoma më tepër në këto ditë ku të gjithë kemi shumë kohë. Të gjithë pothuajse jemi në shtëpitë tona dhe nëse nuk e shfrytëzojmë këtë kohë për mirë, nëse nuk ngrihemi dhe afrohemi tek Zoti jon, atëherë do të ndodhë e kundërta. Por se përpara se të filloja rreth temës, thjesht doja të përmendja diçka shkurtimisht rreth situatës. E kuptoj që ose besoj se xhallar të tjerë kanë mbajtur tema të tilla, por që unë shkurtimisht doja të përmendja disa pika shkurtimisht. E para gjë, Allahu i madhëruar thot në Kur'an, dhe ndoshta ju urreni diçka dhe ajo është e mirë për ju, dhe ndoshta ju doni diçka dhe ajo është e mirë. Ajo është e keqe për ju, për në surën Bekara. Pra, kjo situatë që ka ndodhur, ndoshta në sytë tonë është diçka që nuk e pëlqejmë, pra që të rrim gjithë ditën në shtëpi, mos kemi mundësi me lviz, mos kemi mundësi me punuar, duket që diçka e keqe, por se besimtari duhet të mësohet se pas çdo gjëje ka të mirën e vet. Dhe ne nuk e dim se ndoshta edhe kjo situatë është e mirë për ne. Ndaj besimtari në të gjitha situatat duhet të kënaqet me Allahun e madhëruar. Së dyti, muslimani duhet të marrë shkaqet, sebepet në situata të tilla. Pavarësisht se çfarë mund të thuhet qysh tek, por se muslimani duhet i marrë masat, ashtu që ka thënë Umeri radhiyallahu anhu në historinë e njohur të tij me epideminë në kohën e Umerit, ikim nga kaderi i Zotit për në kaderin e Zotit. Ku dihet që Umeri radhiyallahu anhu nuk pranoi të shkonte në një vend ku ishte hap epidemia, tauni apo mortaja që fshe përkthejnë, dhe kjo gjë në asnjë mënyrë nuk bën ndesh me fenë e Allahut të mëdhëruar. Së treti, do të këshilloja që mos të marrim përgjegjësi të cilat Zoti i madhëruar nuk na i ka hedhur mbi supe. Sidomos në situata të tilla ku xhamit janë mbyllur, ajo dëshira e mirë për me u falë në xhami, ajo dëshira e mirë me qenë në kontakt e bën ndonjëherë dhe besimtarin të fillojë të akuzojë, të flasin, të japi fetva. Jo vëllezër, duhet jemi të kujdesshëm. Ai i cili nuk ka një përgjegjësi mbi supe, s'ka për çfarë ta marrin ato, akoma më tepër kur nuk ka dije. Përkundrazi, në tilla situata, muslimani e kupton se sa me përgjegjësi janë përgjegjësitë që ke mbi supe. Pra nuk është e lehtë që të nxjerrësh fetva në fetva të cilat janë shumë të vështira, por se i kërkon koha.
Së katërti, Allahu i mëdhëruar me të tilla situatash na rikujton ne mirësitë e tij të cilat janë shumëta, por se ne nuk e falenderojmë ata. Ai të shumta janë sa që Zoti thot në Kur'an, nëse do t'i numëroni ato nuk keni mundësi. E sidomos në këtë situatë të gjithë ne e kuptojmë mirësinë. Pra deri dje unë ti arsyetoheshim se nuk kemi kohë të shkojmë në xhami, po elhamdulillah mjaft falemi, nuk është e rëndësishme ku falemi e të tjera, sot e kuptojmë se sa kemi gabuar, atë mirësi të Zotit madhëruar nuk e kemi shfrytzuar. Gjithashtu në tilla situata Zoti i madhëruar na rikujton dhe na tërheq vëmendjen që të largohemi nga gjunahet, sepse ato janë shkak për ndëshkimet. Dhe së fundi duhet të them që në të tilla situata muslimani nuk duhet të emocionohet, të marrë eufori krah një mendimi që thuhet, dhe ndoshta kur të kaloj situata do të bëhet e qartë dhe ndoshta do të bëhet pishmend. Ndaj të jemi të kujdesshëm. Nuk e njohim mirë situatën, nuk e dim se si është puna fiks, pra a ka diçka zmëdhume apo jo. Vërtet fjalë ka shumë, situata mund të jetë të tillë, por se ngelet që ne nuk jemi ekspert, nuk e njohim mirë, nuk e dim se a vërtet ka diçka të tillë apo ky është thjesht një ndëshkim për të gjithë nga Zoti i madhëruar për këto padrejtësi, për këto gjunahe të shumta të cilat janë përhap në të gjithë rrugën toksor. Do të mjaftonte nga kjo sëmundje që gjunahet janë paksuar, vendet ku bëheshin gjunahet janë mbyllur, njerëzit kanë filluar të kujtojnë fuqinë e Zotit të madhëruar dhe të kujtojnë se sa të dobët janë. Dhe së fundi, për me ta kaluar tek tema, duhet të them që në tilla situata të shfrytëzojmë kohën. Ndaj koha është vetë jeta. Allahu i madhëruar kur na pruri në këtë dynja, filloi udhëtimi jon për tek ai. Dhe ne nuk e dim sa i gjatë është udhëtimi, por se dim diçka që ne jemi tu ecur në një rrugë që nuk e dim se ku e ka përfundim. Nuk e dim se kur përfundon, për këtë arsye duhet që të shfrytëzojmë kohën në maksimum, sepse koha është kapitali i jetës tonë. Nëse të humbet parja, ajo mund të kthehet prap, nëse të humbet një punë, mund të gjesh punë prap, ama nëse t'ikën koha, ajo nuk kthehet më. Ndaj besimtarët njëherë kohë thoshin, pra i thonin njëri tjetrit, hajde të besojmë një orë, pra ulemi të besojmë një orë. Kurse fatkeqësisht, sot dëgjojmë shumë shprehje që hajde të rrim një orë, kalojmë kohën, ose me thënë ndryshe, humbasim kohën. Dhe kjo tregon papërgjegjësinë që është sot në shfrytëzimin e kohës, ku dihet që koha është kapitali jon dhe sa më tepër ta shfrytëzojmë të me punë të mira, aq më tepër do të afrohemi tek Zoti jon, do të ngrihemi në gradë, do të kemi sukses në këtë jetë dhe në botën tjetër. E kanë pyet profetin Muhammed alayhi salam se kush është njeriu më i mirë. Profeti Muhammed alayhi salam ka thonë, ai i cili jeton gjatë dhe kryen punë të mira. Pra, shifeni në këtë hadith, vetë koha është kapital dhe shpërblim tek Zoti në moment që ne e mbushim me punë të mira.
Dhe kuptohet nga kjo që më i keqi është ai i cili ka jetë të gjatë dhe punë të këqija. Ndaj, të përpiqemi ta shfrytëzojmë kohën sepse koha ecën shumë shpejt, derisa është përmendur që nga shenjat e ditës gjykimit është që koha do të afrohet. Dhe ne sot e ndjejmë, vjen xumaja dhe themi kur erdhi xumaja, pra kur kaloi java. Vjen viti, kur themi si erdhi viti kaq shpejt. Pra ne tani jemi në dyert e Ramazanit dhe na duket vetja sikur sa ka mbaruar Ramazani. Për këtë arsye Allahu i madhëruar në Kur'an dhe profeti Muhammed alayhis salam kanë folur shumë për kohën, për rëndësinë e saj, ndaj dhe Allahu betohet në disa ajete kuranore për kohën, ku thot wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pra me të vërtet njeriu, pra pasi betohet Allahu i madhëruar për kohën, thot innal insana lafi khusr. Me të vërtet njeriu është në humbe, me përjashtim të 4 kategorive. Pra njerëzit të cilët besojnë, punojnë, këshillojnë njërin tjetrin për mirë dhe për durim. Pra kjo tregon për rëndësinë që ka koha dhe shfrytëzimin e saj. Gjithashtu Allahu i madhëruar e ka bërë që njeriu kur të shkojë tek Zoti ditën e gjykimit do të bëhet pishmend për çdo moment që nuk e ka shfrytëzuar. Ndaj Allahu i madhëruar thot në Kur'an, në një ajet kur flet për jo besimtarët, hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Dhe kur t'i vi vdekja atyre jo besimtarëve do të thonë o Zot na kthej në mënyrë që të punojmë punë të mira, por se a është më mundësia, thot Allahu i madhëruar, kella, pra nuk mundet që të kthehen më mbrapsht. Pse? Sepse çdo gjë mbaroi, të erdhi koha, të erdhi mundësia, të erdhi shansi, nuk e shfrytëzove atëherë, nuk kthehet më. Gjithashtu profeti Muhammed alayhis salam thot në një fjalë të tij se janë 2 mirësi ku njerëzit humbasin në to dhe nuk i shfrytëzojnë. Shumë prej njerëzve pra humbasin, nuk i shfrytëzojnë. Kush janë këto 2 mirësi? Është shëndeti dhe koha e lirë. Njeriu kur e ka shëndetin nuk e di vlerën, nuk e shfrytëzon. Kur i vjen sëmunda, aty e kupton se sa me rëndësi ka qenë shëndeti. Ka kohë të lirë, nuk e shfrytëzon. Kur angazhohet që s'ka më kohë, aty kupton se çfarë ka humbur. Ndaj, të përpiqemi që mos të bëhemi pjesë e shumicës e njerëzve të cilët humbasin dhe nuk përfitojnë prej shëndetit dhe nuk përfitojnë prej kohës së tyre. Gjithashtu Allahu i madhëruar i ka përmend profetët dhe thot ata garonin në punë të mira dhe e lutnin Allahun e madhëruar me dëshirë dhe frikë dhe ishin të përulur ndaj tij. Dhe garimi në punë të mira do të thotë që ta shfrytëzosh kohën dhe mos të presësh. Se në moment që pret, atëherë nuk mund të garosh. Ndaj, gjithashtu profeti Muhammed alayhis salam thot se njeriu nuk do të lëvizi ditën e gjykimit derisa të pyetet për jetën e tij se si e ka kaluar. Pra do të jetë nga pyetjet e para që do t'i bëhet njeriu ditën e gjykimit, si e ke kaluar jetën tënde, çfarë ke vepruar, me çfarë ke mbushur atë. Dhe ka theksuar këtu profeti alayhis salam rinin. Si e ka kaluar rinin? Sepse rinia është koha më e mirë ku njeriu ka fuqinë, ka mundësinë, ka kohën, nëse e kalon me adhurim, atëherë do të lartësohet tek Zoti, e nëse jo, atëherë do të humbasin shumë,
Ndaj dhe ai që e shfrytëzon rininë e tij në adhurim, do të jetë një prej personave të cilët do të jenë në hijen e Allahut të Madhëruar ditën e gjykimit. Gjithashtu do të pyetet për dijen dhe për pasurinë. Gjithashtu profeti Muhammed alayhi salam thotë shfrytëzoj 5 gjëra përpara se të vinë 5 të tjera. Ka përmendur rinin përpara pleqërisë, shëndetin përpara sëmundjes, pasurinë përpara se të vijë varfëria, kohën e lirë përpara se të angazhohesh dhe jetën përpara se të vijë vdekja. Pra këto janë mirësi nga Zoti, ti shfrytëzoj. Gjithashtu profeti Muhammed alayhi salam thotë nxitoni në kryerjen e punëve të mira. Aprisni 7 gjëra të cilat do t'u angazhojnë dhe u pengojnë nga punët e mira dhe ka përmend këtu pasuria që e bën njeriu arrogant, apo varfëria që e bën atë të harroj, apo sëmundja që ja shkatron jetën e tij, apo pleqëria, apo vdekja, apo prisni Dejjalin, thot, apo ditën e gjykimit. Pra thelbi i këtij hadithi, edhe pse ka përmend profeti alayhi salam shumë raste, është që njeriu të shfrytëzojë momentin ku është, sepse ajo që ka kaluar. Ajo që do të vijë është një ëndër, nuk e dim se çfarë mund ndodhin. Ajo që ne kemi në dorë është koha e momentit ndaj ta shfrytëzojmë atë. Gjithashtu thot profeti Muhammed alayhi salam, nxitoni në punë të mira përpara se të vinë fitnet, sprovat, ku njeriu gdhihet musliman dhe ngryset qafir, apo ngryset qafir dhe ngryhet dhe gdhihet musliman, e shet fen e tij me diçka të lirë nga dynjaja. Pra, të gjitha këto që përmenda janë disa ajete kuranore, disa hadithe që tregojnë për rëndësinë që ka koha, dhe vetë përmendja e këtyre gjërave në Kur'an dhe në hadith do të thotë që ka një rëndësi të madhe. Ndaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm që mos ta humbasi kohën e tij, se në moment që humbet kohën ke humbur jetën. Dhe prej gjërave të cilat e bëjnë që njeriu të humbasi shfrytëzimin e kohës, ta humbasi kohën e tij, janë disa prej tyre është kur njeriu nuk ka një objektiv në jetën e tij, nuk ka një plan në jetën e tij. Pra jeton rrëmuj. As ai vetë nuk e di çfarë do bëj. Ngrihet në mëngjes dhe nuk e di çfarë të bëj. Pra kjo rrëmuja që është e cila është në jetën tonë, ku nuk kemi një program të vogël se çfarë do të bëjmë. Çfarë punë kemi me bërë, si duhet i kryejmë ato. Kjo na lodh, harxojmë energji, na humbet kohën dhe nuk përfitojmë. Pra besimtari nuk e shikon jetën që jeta është thjesht me ngrënë, me pirë, sepse çfarë dallimi ka atëherë nga kafshët? Jo, pra Zoti i Madhëruar nuk na ka prunë në këtë dynja thjesht të hamë dhe të pimë. Ndaj dhe Zoti i Madhëruar e kritikon fort këtë gjendje ku thotë walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan-naru mathwan lahum. Pra ata të cilët kanë mohuar Zotin, kënaqen, hanë ashtu që han kafshët, po ta dinë se vendi i tyre do të jetë zjarri. Pra të nderuar, ne në këtë dynja kemi ardhur për qëllime më të larta, nuk kemi ardhur thjesht të jetojmë, pra të hamë dhe të pimë, po kemi nevojë të hamë dhe të pimë, sepse nuk jetojmë dot pa të, por se nuk është ky qëllimi. Ashtu që ti kur merr një rrugë të shkosh diku, ke nevojë për makinën, ke nevojë për avionin, por se qëllimi jot është të harrish në vendin tënd dhe jo të rrish në makinë sepse të pëlqeu makina apo avioni. Gjithashtu, gjëra të cilat na humbasin kohën është përtatësia. Dhe akoma më tepër kur kjo përtatësi vishet me ëndrat e bukura që do ta bëj nesër. Inshallah ka kohë. Pra e gjen një musliman, po bën 20 vjet që falet dhe kur e pyet atë, a di me lexuar Kur'an arabisht, pra në gjuhën që e ka zbrit Zoti, thotë jo, po inshallah kam shumë dëshirë. Po mirë, 20 vjet
dëshirën e ke pas gjithë ditën e parë, 20 vjet akoma se realizove këtë dëshirë, aq i pamundur je, a nuk e mundësi? Pra kjo tregon se përtatësia dhe shpresat jo reale na kanë lodhur. Ndaj profeti Muhammed a.s. gjithmonë kërkonte mbrojtje nga Zoti i Madhëruar dhe bënte dua që ta ruante atë nga përtatësia dhe nga pamundësia. Qysh dhe është ajo fjala punën e sotme mos e lë për nesër. Sepse nuk e di çfarë ndodh. Shumë njerëz në këtë situatë patën menduar që do të bëjnë plane, do të bëjnë udhëtime, do të bëjnë punë, do të bëjnë fare, do të bëjnë, po erdhi një situatë e tillë dhe çdo plan u prish, çdo plan mori fund. Mirë, planet që kemi bërë që t'i realizojmë në të ardhmen, por se e kemi mundësinë që t'i bëjmë sot. Kush na jep garanci se do të kemi kohë? Ndaj mos të bëhemi përtac dembela, të përpiqemi ta luftojmë këtë sëmundje. Vërtet shumë prej nesh për me punuar, me marrë një rrogë, me marrë 5 pare, e gjën kohën, përpiqen, lodhen dhe nuk gjejnë në të përtatësi, ka prej nesh që punojnë edhe 2 turne si të marrë një rrogë më të mirë. Po si je ti me Zotin tat? Si je ti me adhurimet? Kemi nevojë që këtë pyetje t'ia bëjmë ditë për ditë vetëve tonë. Gjithashtu, shoqëria jo e mirë. Kam për qëllim këtu jo se ai njeri është i keq, se shumë herë kur themi shoqëria jo e mirë, kuptohet që unë nuk rri me një njeri që merret me drogë, me një njeri që merret me pislliqe. Jo, mund të jetë besimtar, mund të jetë shumë i mirë, mashallah kur i themi ne, po është njeri batall, njeri pa punë, njeri që rri gjithë ditën kafeve, njeri që do vetëm muhabet, njeri që nuk kujton një herë Zotin. Për këtë kam për qëllim. Se unë nuk mendoj se një musliman ka shoqëri të keqe në atë konceptin e parë, po në këtë të dytën. Po, të gjithë i kemi vëllezër, të gjithë i respektojnë, por se ai i cili më nxit për të mira, ai i cili më bën ta shfrytëzoj kohën, me atë do të rri më tepër, me atë do të jemi kujdesshëm që të kaloj kohë sa më tepër. Kurse dikush që ma humbet kohën, po një vizitë si vëllezër do ta respektoj, por se jo të humbas kohën dhe mos përfitoj prej saj. Ndaj, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm që mos ta humbasi kohën duke mos bërë as punë të hajrit në dynja dhe as për ahiret. Pra kur i themi ne batall kot s'bën asgjë. Apo të merret me gjëra të cilat nuk ka shumë përfitim prej tij. Pra e gjën dikon që gjithkohën e kalon tu lujt me letra, me domino, me këto lojrat që janë për celular, gjithkohën, dhe kur vjen puna, me lexuar 10 minuta Kur'an nuk ka kohë. Me fal namazet sunetet nuk ka kohë, por se fal ato fare të shpejt dhe pastaj përsëri kthehet tek lodra e tij, tek filmat e tij të preferuar, tek gjërat të cilat vërtet janë argëtim, por se nuk duhet që t'i jepet aq kohë. Po, mund t'i jepet argëtimit një kohë e kufizuar, sepse njerëz jemi, kemi nevojë për argëtim, kemi nevojë për shëtitje, kemi nevojë për një argëtim i cili është brendave linjave islame, por se jo që të humbasim kohën vetëm me argëtim. Ibn Qayyim Allahu e mëshiroft thot, humbja e kohës është më e keqe se vdekja. Pra është më e vështirë se sa vdekja. Sepse vdekja ndalon njeriu nga njerëzit. Pra të bën ty të humbash kontaktet me njerëzit. Kurse thot humbja e kohës të bën që të humbat, të presh dhe të humbësh kontaktet me Zotin e madhëruar dhe me botën tjetër. Ndaj këtu duhet përmend disa fjalë të parëve tanë se çfarë kanë thënë për shfrytëzimin e kohës. Ebu Bekri radhiyallahu anhu
e këshilloi Umerin përpara se të vdiste, pra kur ja la atij testamentin që të bëhej i pari besimtarëve dhe i tha: Dije se Zoti i Madhëruar ka bërë disa punë të cilat kryhen gjatë ditës, dhe ato nuk mund t'i kryesh natën, dhe ka bërë disa punë të cilat kryhen natën dhe ato nuk e mundësi me i kryer ditën. Pra i tregon këtu që çdo punë ka kohën e vet, ndaj bëhe punën në kohën e duhur dhe mos e vono atë. Gjithashtu Ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot, gjëja që bëhem më tepër pishmënt është kur ikën dita, pra mbaron dita, më është paksuar jeta ime, pra një ditë më pak, dhe nuk më janë shtuar në të punët e mira. Ndaj, kjo është një fatkeqësi. Pra Ibn Mesudi këtë e trajton si një fatkeqësi e madhe që ti iki koha dhe ti nuk e përfituar gjë. Pse? Sepse je afruar drejt fundit tënd dhe nuk je lartësuar tek Zoti i Madhëruar. Gjithashtu thot Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, gjëja që urrej më tepër është një person të cilin e shoh batall, rikot. Nuk është as të bërë punë të dynjas dhe as punë të ahiretit, rikot. Ky thot Ibn Mesudi është njeriu që e urrej më tepër. Pra një njeri që s'ka përgjegjësi, një njeri që nuk merret me punë të mira, me punë të hajrit, qoftë të kësaj bote, qoftë të botës tjetër. Gjithashtu Ibn Umeri radhiyallahu anhu thot, kur të vi akshami mos e prit mëngjesin, dhe kur të vi mëngjesi mos e prit akshamin. Dhe sa ke shëndet, shfrytëzoje për ditët që do të jesh i smur dhe shfrytëzoj jetën përpara se të vi vdekja. Gjithashtu Hasan al-Basri, Allahu mëshiroft, thot, kam takuar njerëz të cilët ishin të kujdesshëm për kohën e tyre më tepër se që kujdeseni ju për dinari dhe dirhemin, pra për parat. Pra thot ata njerëz kujdeseshin që ta shfrytëzonin kohën më tepër se që ju jeni të kujdesshëm për parat. Dhe po të shohim sot në jetën tonë, sa kohë dhe sa të kujdesshëm jemi që të gjejmë një punë të mirë, ku ka një rrogë të mirë, ku një biznes, një diçka që ka para, po kur vjen puna për punët e mira, neglizhojmë. I është thënë një herë një mbreti të cilit i humbi sundimi. Pse të humbi sundimi? Çfarë të ndodhi? Tha, punën e sotme e lija për nesër, derisa më humbi pushteti. Normalisht shembujt në jetën e të parëve tanë seleve janë të shumt, nuk duhet të zjerohem në to, pasi kush lexon jetën e tyre gjën që ata e shfrytëzonin çdo moment. Dhe përpiqen që asnjë moment mos t'u ikte kot. Ndaj të nderuar besimtar, si duhet sillemi ne me kohën? Në radhë të parë duhet përpiqemi të shfrytëzojmë në maksimum. Po që ta shfrytëzojmë, patjetër duhet kuptojmë pse Zoti na ka prur në këtë jetë, të dimë qëllimin pse Zoti na ka prur, ndaj duhet kemi objektiv. Ndaj Muadhi radhiyallahu anhu thot, unë edhe kur fle gjumë, edhe kur jam zgjuar, shpresoj që Zoti të më japi shpërblim. Pse? Sepse çdo gjë e bënte me niyet, me sinqeritet për hir të Zotit të Madhëruar. Së dyti, ta sistemojmë kohën tonë, ta planifikojmë dhe të shohim se kush janë më të rëndësishme dhe t'i vëmë ato në krye. Pastaj, të kërkojmë vetes tonë një llogari se sa e kemi plotësuar dhe sa e kemi shfrytzuar kohën. Ose përndryshe, nëse nuk kërkojmë llogari veteve tona, nëse nuk korrigjojmë vetet tona, atëherë sado që të kemi plane të bukura, nuk do t'i realizojmë ato ndonjëherë.
Të shfrytëzojmë kohët e lira. Pra, qysh janë këto ditë? Shumica prej nesh nuk janë në punë, ti shfrytëzojmë. Janë ditë që nuk kthehen. Nuk besoj se kemi pasur raste që të rrim 1 muaj apo ndoshta 2 muaj në shtëpitë tona dhe nuk kemi punë. Kjo është periudha e mirë që ta shfrytëzojmë kohën. Ta shfrytëzojmë kohën me familjet tona, me fëmijët tanë. Të kujdesemi për fëmijët tanë, t'u japim atyre kohë më tepër, jo t'i japim një telefon në dorë, t'i hapim internetin dhe në mënyrë që ai të na lërë në rahat. Jo, përpiqemi të bëjmë një program qoftë edhe i vogël në familjet tona, një mësim, një lexim, me mësuar diçka dobishme në mënyrë që të përfitojmë të gjithë familjarisht, jo thjesht njëri. Sepse në moment që nxisim njëri tjetrin, atëherë jemi më të fuqishëm. Ndaj them se është koha më e mirë që ai i cili deri dje nuk ka pas një plan, një program të vogël në familjen e tij, është rasti më i mirë që ta fillojë në këtë situatë. Qoftë ky dhe një program gjysmëore apo 10 minuta ku lexon një libër, ku dëgjon me familjen tate një ligjërat të dobishme, një diçka që e zgjedh, që është e përshtatshme për ty, për familjen dhe për fëmijët. Dhe pse jo, me i zgjedh mirë këto ligjërata të cilat dhe i përshtaten ndonjëherë dhe problematikave që kemi në familjet tona apo në edukimin në lidhje me fëmijët tanë. Ndaj profeti Muhammed alayhi salam e këshillonte Buhurerën dhe disa sahabë të tjerë një këshill të vogël ku në të ka një mini program shumë të vogël. I thot mos e lë vitrin pa fal përpara se të flesh. Pra fale vitrin, mos e lë. Agjëro 3 ditë në muaj dhe fali 2 rekat para dite. Pra ky është një program shumë i vogël. Pra unë nuk fle pa fal vitrin, se po fleta nuk ngrihem dot natën që ta fal vitrin. Me përshtim të atij cilit e ka bërë tradit që ngrihet natën dhe falet. Ama shumica jonë sot flen vonë, flen orën në mes natë, kështu që fale vitrin para se me flet. Agjëroj 3 ditë në muaj, mos i lë qoftë edhe 1 ditë në muaj, pra mos pritë Ramazanin që ta agjëro. Fali 2 rekat para dite, para se me ikë në punë, para se me ikë shkollë. Fali 2 rekat para dite ose namazit duhas. Pra diçka e vogël, profeti Isa me këshilloi e Buhurerën dhe disa sahabë të tjerë. Atëherë dhe ne, kur kemi program të cilët e mbajnë fort, do të, edhe pse mund të jetë shumë i vogël, ndonjëherë mund shihet si diçka e vogël, po me lejen e Zotit kemi arritur. Pra nëse ti me familjen tate lexon çdo ditë 1 faqe Kurani, nuk po them lexo 10, lexojnë gjys, 1 faqe Kurani. Për 1 vit do ta lexosh gjysmën e Kuranit, për 2 vjet, po them për 2 vjet e gjys, po them për 3 vjet. Ti e ke lexuar me familjen tate gjithë Kuranin. Mirë, ne po bëjmë ndoshta edhe 20 vjetë, 15 vjetë, 10 vjetë, apo e 5 vjetë jena bërë musliman dhe nuk kemi lexuar as gjysmën e Kuranit, as çerekun e Kuranit me familjen tonë, me fëmijët tanë dhe gjatë i leximit japim 2 këshilla. Pse? Sepse nuk kemi program, jo se s'kemi kohë. Jo se s'kemi vullnet, po nuk kemi program. Pra si ai njeriu i cili ngrihet në mëngjes, e shikon që ora është 8 apo 9, po thot po u ngrita ç'a do bëj, kështu që rri shtrir akoma në krevat, se s'ka ç'a të bëj, do ngrihet do rri batall. Ndaj kam ngul shumë tek ai mini programi i vogël që duhet të ketë çdo besimtar për veten e tij dhe në familjen e tij. Të jemi të kujdesshëm në shoqërinë që kemi në mënyrë që të përfitojmë prej tyre dhe jo të na humbasin kohën. Gjithashtu të përpiqemi që punën tona që kemi t'i vëmë një program, një orar dhe jo të bëhemi sklev të dynjas gjithë ditën dhe gjithë natën kur i themi ne vetëm punë, ku do të shkojmë. Jo pra organizohe kontate, jepi punës kohën e vet, patjetër, por se lër diçka për veten tate, për shpirtin tat, që nesër kur dalësh tek Zoti, të kesh çfarë të jesh i nderuar para Zotit, ose përndryshe
do t'ikin ditët, do t'ikin vitet, dhe ne jemi ata që kemi qenë, nuk kemi ndryshuar, përkundrazi, ndoshta kena humbur më tepër. Ndaj, thon disa dietar, ai i cili arrin moshën 40 vjeçare dhe akoma punët e mira nuk i ka më tepër se punët e këqija, atëherë të bëhet gati për në zjarr. Me çfarë kuptimi pra? Kur je adoleshent, kur je i vogël, nuk e di rëndësinë e kohës, nuk e di rëndësinë që kanë punët e mira, por se kur arrin një moshë të madhe, njeriu duhet të mendojë mirë, të kontrolloj veten e vet, çfarë kam bërë, çfarë kam lërë, ku jam, dhe të përpiqemi ta shfrytëzojmë kohën, sepse çdo ditë që ikën është një pjesë e jetës tonë që ka ikur dhe nuk kthehet më, dhe ditën e gjykimit secili prej nesh këtë ditë do ta gjejë tek Zoti, ose me punë të mira, ose me të këqija, ose bosh. Edhe pse bosh kam për qëllim këtu që ai mendon se s'ka bërë punë këqija, por se humbja e gjithë kohës pa asgjë, realisht nuk është bosh, por se është gjunaf. Lutim Allahun e mëdhëruar të na falë, të na mëshiroj, të na japi vullnet, të gjithë e humbasim kohën, të gjithë kemi mangësi, por se të përpiqemi ta shfrytëzojmë, të përpiqemi të këshillojmë njëri tjetrin, të lutemi Allahut të madhëruar që të na japi mirësi, të na fali dhe të na ruaj nga çdo gjë e keqe. Allahu është shpërbleft, Allahu nderoft.